Mirëmëngjesi, mirëdita dhe mirëmbrëma kudo që jeni. Unë jam Amela, kam publikuar këngën time të parë, do të publikoj së shpejti të dytën dhe kam bërë disa covera në TikTok, të cilet më kanë ecur goxha. Ne kemi arritur 1000 followersa dhe sa vjen shifra arritet dhe për këtë jam shumë e lumtur. Dhe siç ju premtova, ne do të bëjmë një Q&A bashkë. Ju më keni komentuar disa pyetje që kanë qenë shumë interesante dhe erdhi koha që unë të përgjigjem. Jo, nuk mund të shkoj dot në X Factor, jo se nuk dua. Unë e kam si endo që të shkoj në një talent show, si X Factor apo si The Voice. Kam qenë e frymëzuar që e vogël, kur jepej atëherë më duket në Top Channel jepej, Voice Kids, dhe aty mua më ka kapur dëshira që okej, përse mos ta provoj dhe unë kur të rritem. Por aktualisht nuk e provoj dot, sepse unë jam një emigrante, nuk jetoj aktualisht në Shqipëri dhe talent show më i afërt është 2 orë larg, duket, 3 sa ka qenë, sa ishte. Por nuk ka audicion tani. Do shikoj për vitin tjetër, pse jo. Tani do mundohem që të ushtroj veten, të përgatitem edhe të besoj te vetja normalisht. Kjo është një pyetje shumë interesante. Të them të drejtën, nuk është se ka ndonjë arsye specifike që më ka ardhur si pasion. Thjesht kuptova që aty unë gjeta vetveten, sepse nëpërmjet muzikës, nëpërmjet këndimit, unë mund të shpreh gjëra që nuk i shpreh dot përmes fjalëve. Dhe sa që e bëj, sa që këndoj edhe në shtëpi dhe jashtë, dhe ku di unë, ku ta ndjej una, ndjem gjithmonë vetvetja dhe për këtë arsye kam vazhduar që ta dua pasionin tim akoma dhe më shumë. Kjo pyetje më ka ardhur 2 herë në komente, plus më kanë shkruar njerëz në mesazhe për këtë. Kënga ime e dytë do të publikohet këtë muaj. Shkova dhe regjistrova, doli eksperiencë shumë e bukur dhe mezi presi ta ndaj me ju. Jam nga Fieri, e përshëndes të qytet të mrekullueshëm. Po, e kemi si zonë muzikën, por të them të drejtën, muzika nuk ka nevojë për zona, për vende të tjerë. Mjafton që ta ndjesh vetë dhe pastaj çdo gjë pastaj rrjedh vetë. E para njëherë faleminderit për komplimentin. E dyta për sa i përket bullizimit, nuk është se më intereson më tashmë, po më përpara e pata pak problem, derisa ti përshtatesha, sepse nuk jam marrë më përpara me të postuarit, por kam kuptuar që të bullizuarit, të tallurit, e tjerë, është krejt normale. Sepse përveç fjalëve të mira, që të thuan, je bukur, vazhdo përpara dhe kështu, do ketë edhe fjalë negative. Por, kjo nuk do të thotë se varesh nga ata. Ti duhet të varesh pra nga vetja jote, duhet ti e vendos vetë çfarë të pëlqen, çfarë jo. Dhe ata komentet negative janë se ata njerëzit negativ në sfond, mjafton ti injorojmë. E di që është e vështirë, por mësojmë dal nga dal. Asë nuk e besoj dot që kjo shifër vazhdon të rritet, por këtë jam shumë e lumtur dhe shumë falënderuese. Nuk e prisi të arrijë këtë audiencë, dhe kjo vërteton siç e kam thënë që të sa më shumë ta dosh pasionin tënd, sa më sinqert jesh me veten dhe me të tjerët, aq më shumë i suksesshëm do të bëhesh. Atëherë unë këtë po e marr dhe si kompliment dhe si pyetje. Si kompliment shumë faleminderit. Si pyetje, mendoj që askush nuk është i bukur. Bukuria nuk vlerësohet nga pamja e jashtme, përkundrazi, vlerësohet nga çfarë shpreh ti dhe sa të pastër e ke zemrën. Thank you so much for the compliment. Actually, when I discovered the passion of singing, another dream that came is that I want to show people that through your passion, through your self-confidence, you can do everything. And now that I'm reaching it, it feels like a dream. So there wasn't any specific person that has motivated me to sing. It was a feeling in myself, an inner voice who told me you can say a lot through music. And whenever I feel sad or invisible, or I don't know, whenever I feel a specific emotion, I want to express it through music. An idol who motivates me when I'm about to give up is Lana Del Rey. Her music is so cute, so simple, so aesthetic, and yeah. Pjesa tjetër e komenteve ka qenë komplimente, për shembull I'm proud of you stranger, je shumë e mirë, e të tjerë. Do të falenderoj të gjithëve që më keni mbështetur dhe më keni pranuar për atë që jam. Këtu në TikTok kam gjetur edhe vetveten, kam mësuar edhe se si të luftoj
me pjesën negative. Në qoftë se ju keni pyetje të tjera, mund të vazhdoni të komentoni poshtë kësaj videos dhe unë do të përgjigjem me kënaqësi. Deri atëherë, ditën mbar.